Albin Kurti, përveç Hashim Thaçit që e ka kompleksin histori, aktualisht në Shqiptari e ka një lider kompleks, është Edi Rama. Pse? Ai e klipson. Është si konkurrencë për marrjen udhëheqësisë internacionale socialiste. E sheh edhe e përjeton eklipsin që e bën Rama. Performanca e Ramos, këto e bën Mudok Lilliput. Prandaj ky atje angazhon. Po du më nal te çështja e Kosovës së Zhmisë. Qërë ma spikon pjesëmarrjen e deputetëve të vetëvendosjes, figurave, kyç ose filozofëve, dietarëve të vetëvendosjes që janë për Shqipnisë në protestat e Shqipnisë e rastishme, apo krejt lidhet me ato që e përmend edhe me ato që ka po flitet se kush është të interferuar në protestat e Shqipnisë. Edhe është punë e mesme që shpjegojnë të ditë që vetëvendosja që është pikërisht në pushtet dhe 67% njerëz kanë marrë pjesë në zgjedhje, është një brum, një material që dikush me ditë me dhez, se po marrin pjesë. Kallëzoj, e para është edhe personale, edhe ideologjike. Dy elemente më rëndësi pse marrin pjesë atje aktorët e vetëvendosjes. Sfidimi i protestës e drejt e pa drejt, unë e besoj që duhet me investu në Zvërnec, po kjo temë tjetër s'është për ne. Por e para personale me Edi Ramën. Albin Kurti, përveç Hashim Thaçit që e ka kompleksin histori, aktualisht në Shqiptari e ka një lider kompleks, është Edi Rama. Pse? Ai e klipson. Është si konkurrencë për marrjen udhëheqësisë internacionale socialiste. E sheh edhe e përjeton eklipsin që e bën Rama. Performanca e Ramos, këto e bën Mudok Lilliput. Prandaj ky atje angazhon i nxit aktivistëve vet me dalën në protestë. E para kjo ideologjike, edhe atjo të fol për një investim amerikan. Ndërkohë Samedin Feraj, që e keni dhe fotografitë, komunisti ma i rast, ma besnik i Enver Hoxhës, i pengon investimi amerikan. A e do Blegdeti në Shqipënisë, si në koni Jusni Kapos. Një Elvis Hoxha, një Dejon Mihajli. Këta janë komunista. Kjo mbetje, këto reliktet komunizmit të Enverit, ne ka prunë në Kosovë. Edhe po mundon me implementu ato që ka po... Kush ne e prunë në Kosovë? Ju pisonin reliktet unë kur kuminë vetëvendosje i kum gjetë, aty jënë kom para me e shumë, prej 2005-2006, se s'ka bëjon, prej fillimit e këta, po kanë bërë dëmë të madh, edhe i bëjnë dëmë të madh Kosovës. Këta janë njëtë si Albini ideologjikisht. Prandaj ishe në Tiranë. Ta menoj që Amerika nuk bon me investuar në Zvërnec. Pra po e përsëris, e dojnë Blegdetin, e dojnë Shqipninë e Varfën, si në kohën e Enverit. Edhe e dyta thash, shkojnë për një agendë personale të Kurtit. Kurti e ka kompleks, Kurti s'u ne banë Ramën. A diko ma keqa, a i mund e pas kompleks, që është jetia. Po ky raport personale, Rama Kurti, o reflektuar në raporte shtetërore. E unë nuk isha pas qef Kosova Shqipnia, me peritu kësi krisje, pse një lider si Kurti, raportin personal e bëtarët njeriut një gjykatë cila është në mes zemrës të Evropës, e financume e bëme prej taksave të evropianve, pa të heshtje, që i zhurëm kretë mediat botnore, pa të reagime gjitha nejt e liderët e njerës që kanë arsye. Zero reagim nga Zoti Kurti, që dikur që e ka kundërshtu gjykatën speciale, zero reagim nga Zoti Kurti, e së ndërshmem. Kësha pasi të mlon me elaboru që po, i veç që i kena 2 minuta, si e në fund të emisionit. E para, nuk është e vërtet që o konë kundër gjykatës Kurti. Ka qenë 2015 kundër, se kanë votue, por as kanë marrë pjesë në... Azren, kam qenë dëshmitar, kam qenë një vetë gazetar kundër gjykatës. Jëmë neutral. Okej, po e zonë që... Por qëndërimi kundër një projekti, fare gjykata, nuk është akt, është proces. 2019 ka pas një iniciativë me e zhvonë gjykatën. A dini kush të rekë në zonë në shkrimot? Vetëvendosja. Pse? Sa atëre panë që Hashim Thaçi është i akuzuar aty. Hashim Thaçi po shkon. 2015 e kanë kundërshtuar me idenë që nuk përfundon Thaçi.